Ndodhem në ish stacionin e trenit në Vor, aty ku sot dëgjohet vetëm zhurma e qytetit dhe makinave, ndërsa dekada më parë dëgjohej një tjetër tingull. Tingulli i trenit si një arterie që lidhte Tiranën me të gjitha qytetet e tjera, Tiranën me Durrësin, Elbasanin me Pogradecin apo Shkodrën me Milotin. Më në fund ka hyrë në garë projekti për rikthimin e trenit që do të lidhi Tiranën me gjithë Shqipërinë, i cili do të kushtoj 15.7 milion euro. Dikur në këtë stacion kishte lëvizje gjatë gjithë ditës. Njerëz që prisnin trenin, zhurmë lokomotivash dhe udhëtar që lëviznin nga një qytet në tjetrin. Sot panorama ka ndryshuar tërësisht, shinat janë të ndryshkura, ndërtesat janë të amortizuara dhe transporti hekurudhor pothuajse jashtë funksionit. Pas dekadash heshtje në shina, projekti për rikthimin e trenit drejt kryeqytetit ka hyrë zyrtarisht në garë. Projekti i hekurudhës Tiranë-Durrës-Rinas përfshin një linjë prej rreth 38 kilometrash me një investim total që kap vlerën rreth 120 milion euro ose afërsisht 12 miliard lek, ku vetëm zgjerimet urbane në Tiranë arrin rreth 1.5 miliard lek ose 15.7 milion euro. Dhe financimet të tjera nga Bersh apo nga Bashkimi Evropian që përfshin hua rreth 11.7 milion euro dhe grante 10 milionëshe për rehabilitimin dhe elektrifikimin e plot të linjës. Projekti parashikon edhe ndërtimin në segmenti drejt aeroportit Nën Tereza, stacione të reja dhe modernizim të sinjalistikës, ndërsa afati i përfundimit është shtyrë disa herë. Dhe aktualisht, parashikohet që linja të vihet në funksion rreth viteve 2026-2027, me synim një sistem transporti që të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit mes Tiranës dhe Durrësit në rreth 20 deri 25 minuta.